Përshëndetje YouTube, mirë se erdhët në një vlog të ri. Vlog i ri, po jemi në të njëjtin vend ku mbylla vlogun tjetër që do ta postoj sot. Dhe tham, nuk po ikim nga hoteli pa ju tregu blerjet, se e dim që i keni qef të gjona dhe nuk është se blem pak. Kemi ble goxha, edhe mota të tregoj vetat, unë tregoj fëmijët. Tash që do na kapi dorat. Gjithsesi, ne erdhëm më shumë për rroba për fëmijët, me thënë drejtën, po u zhgënjim këtë s'kishte. S'kishte as ke Zara, as te... Kishte ca kështu për dalë, e kupton, për nai tuti, nai gjë kështu për... Domethënë një rroba komode, ne më shumë merrem me për rroba komode. Po ne ram për gjysë, u myll dje qendra. Po ka një shans që mund të shkojmë sot. Po. Se ne Jo ka shans, do shkojmë se s'do të ndash. Po. Gjëra pa. Do shkojmë. shkojmë. Edhe ne, domethënë ka i koha pa kuptu fare kur kemi dalë nga domethënë momenti që kemi zbrit tek makina, te garazhi, shohim ishte ora 10 a 10 pa 10, nuk e di. 10 pa 10. 10 pa 10. 10 u myllte. Po, se ajo në 10 u myllte, domethënë ne kishim edhe 10 minuta do na nxjerrin jashtë, aq shumë kemi Po ne. kishte robot, Kishte njerëz, edhe nuk është se lajmëronin, për shkakun si lajmërojnë ke që uja ose ke tegu, që thojnë për kaq minuta mbyllet, bëhuni gati, kështu ashtu, jo, kishte shumë njerëz, edhe ne ndoshta nuk mbyllet në 10 motra. 10 tha e goca se pitau. Se unë di janë 8. Po 8 është ajo e Gjermanisë, që shkojmë neve. Dhe tha jo 10. Kështu, po do ikim prapë sot, se kemi lanë një 2-3 vende para kontrollu. Po ne po ju tregojmë to që kemi. Imja është e ershtos. Po. Dhe blem një kostum edhe burrave. E këtë kemi marrë tek Guess. Po. Shumë e bukur, Guess kishte nga 20% ulje. Po, Nga kishte shumë 130, e mora 110, më duket ajo 100 pak. Po ishte shumë copë e mirë, Shumë material i mirë, po. Sa ai më të shkurtra tani, nuk do më kostume Me gjatë. gjami të Gesi, tregojmë kostumin që i mora Lorit, po të Gesi. Se konsieri mami. Që pa lëfë, pa ma. Me që ka si dhe Crown ai, nuk vesh do të gjojna gjata, edhe po ka unë do të fusi kam në gjërë dhe shumë. Se ka si dorë. Jo, pastaj. Tani me që jemi të Gesi, por u tregoj dhe unë kostumin që i mora Lorit, po ka të Gesi. Se Dina do na leqi me bo tani te. Vete, se, pastaj, shko të Unë i mora Lorit. Do të thënë këto janë fiksi tutat e ersos, po janë blu e errët. Po e njëjta copë, po e njëjti model. Dhe ja kombinoj kunata vete preferume. Që një ka. Po ishin vetë kostumet? Një. Jo, kunata ka... Nise nga ropte... Kjo është bluzja. Po ishte super Është material. material shumë i po duket. Kjo ishte nga 70 euro, e morëm. Nga 60 e morëm 45. 22 më duket, 25 i binte me ulje, ndërsa këto pantallonat nga 65 euro. Kjo është më vesh dhe me xhinse në fakt, se nuk e morëm kështu, nuk e ishte për t'i kombinu bashkë, të e vesh edhe Po, e vesh edhe veç. Dhe me që ishim të Gesi, mora i gjallë për vetën time. Që të tha rrugës, unë tha nuk kam nevojë për gjallë, tha unë do marr vetëm për çunin. Po, për zotin. Do shqipi sa ka marrë Më çunin shumë ka dhe- marrë për vete. Ama mos edhe për vete, se s'ka ka marrë një gjë Po, kështu. mirë, Se unë kam, më nuk pëlqen fare, shumë pak gjona kam të Zarës, më shumë të HM-s, në fakt, po HM-ja nuk është se kishte një gjë. Nuk kishte gjë për zotin, nuk e di pse. Jo, unë gjeta për vete. Ja, portofoli që mora këtë tipikun ziun, që e kombinohet me çdo çantë. Sa e bukur? Bushpje. Ky boni 50 euro fix. Që më duket se s'kishte ulje. E çanta dhe portofolat sa ja. Edhe me që jemi të Gesi, më edhe një gjë të vogël çuni, për gocën s'kishte. Ishin nga 2-3 kështu bluze, po një rozë shumë shumë shumë. Jo, ishin të ndaja. Ishin dhe të marra. Ishin nga 2 vjeç. Po. Shiveriq. Të marrë. Aman. Është një gjyrë pjepri, jo? Po. Apo jo? Ua, sa e bukur, sa pëse pa më shumë të... Shisa gjyrë e bukur. ime. Bluze Guess, po... Sa ka bo kjo? Sa pas? 20 euro. Po sa kishte qenë kjo? Këtë? Se kishin me nga 20% ulje. Po, do ishte bullëpjene e tezes vetë. Tani të Zara. Mëra këto, që peshojnë 7 kg, po janë
Shumë bukura. Po, shumë bukura. Janë ky stili Me të thënë vetëm. i kirikus, ke kirikuja. Po, që më që janë do të marrë në qafa më Po, shumë. që janë si breguri. Shumë bukura. Janë plum, po janë bukura. Edhe nga që kemi pak aq shumë në për TikTok që nxjerrin këto parfumet. Po, madje thojnë mos harxhoni kohë të ble këto super shtretat sepse ka po të njëjtat aroma Zara, po që normalisht Ne- s'manë shumë. Sepse 13 euro ka Sa bo. për makinën, burse din makinë, plasë të hum parfumat, Po. të ndru makinat. Po, edhe ato këto i as vjen te nuk di makina. se- Sa ishte kjo? Kjo ishte 13 euro. Edhe kjo i vjen 13. Kjo është shumë e freskët, vera. Unë e mora Candy Collection, po ti? Gjefe collection. Crash Collection. Crash ba. Po. Qa ka këtu? Ishte kjo perla. Kjo ishte një nga gjonat më të bukura Qëra? që pam atje. Që nuk kushton të pak, se thjesht një bluzë e qendisme është 40 euro. 40 euro. Okej, është pak shumë për te. Për këtë, po, I këto i ka gjithë gura, se i ka veqetë të një puspoja hejse nga që do i fusin në makinë, mos na prishen. Është gjithë gura super të shëndriqo. është aq shumë pranverore dhe verore kjo, sa që Për shembull tani që jemi shnosh pak nga Shtazania, nëse është një fustan që dalin pak krahët si mundse, bësh pak të si. Kurse unë kam ble 3 veshje për ditëlindje, deri tani. Përveç kësaj. Edhe desha dhe gjë tjetër se nuk po më gjiste, një ka marrë zezë, një ka marrë bardh, një ka marrë blu. Dekorin që kam menu unë du rose me të bardh ose zezë me bardh. Po jam më ngroza. Edhe kjo ishte si karamele, kë fustani. Nuk është një kështu model wow, po mbrite shumë bukur. Është gjatë, nuk kam si të tregoj këtu, është gjatë. Edhe më pëlqeu shumë, mbrite shumë bukur në trup. Besoj mund ta vesh dhe me këtë jeshilën për sipër, ka bërë një foto në gjë, pastaj e heqi. Duke mbrite si Kamila. Unë gjeva mirë se më vite prap mëja si mas. Se më se unë ka nuk e lëja për e që Zara masat i Ka ka të vogla, pak më të vogla se që Unë të thakë vogla. mëja kam pina, po këto që janë për e vogla, provoj në erë dhe lëve i modifikoj. Ky ishte shumë i bukur, sa e bësh me rrua zot. Duket i thjesht fare këtu, po në trup dhe ishte shumë yll. bukur. Edhe çfarë shkon me këtë? Po, ashtu e pak në në gjë. jeshile. Është gjithë kopsa këtu dhe është i çam këtu ke Po. kam. Ndërsa unë si një njeri që nuk më pëlqen asnjë gjë të Zara, asnjë. Edhe këtë i detyroj mamit tim. Dhe me thënë drejtën Zara nuk ka masa, se më men atëre ku kam qenë e dobët. Bleja, nuk është se zbleja. Gjeja do më thënë. Sa tani s'ka, po gjeta një super pantallon që është material fantastik, i derdhur, është shumë gjëra këtu poshtë. Dhe Po, ishte, Ja- ja. jo, o qa kam heq me i gjet një këmish me kombinu. Ishte nga ato kmishat që marrin nga ato fëmijë. Po. Unë ato këmishat që janë të shkurtra shumë. Dhe këmishat që e kanë atë copën si kore, atë copën e fortë, unë nuk e duaj dot. Unë e du këmishën copë derdhur si kjo. Po këto pantallonat ishin dhe diçka tjetër, më rinë shumë nisë të provova. Këto bon, se duhet më tregu më fare sa bëjnë që ta kenë ide njerëzit. Këto bon 29 euro, 26 euro më fal. Ja, 26 euro. Çmirë, nuk është se ishin shumë lira. Shumë tjerë, si që lira fare. Po, si që lira fare. Unë se bash nuk e tregova ato susaneve të mia, po nga 40 ishin. Që ta mendosh aty shkonte java e uljeve. 165 euro pa bita unë të Zara. Ka të thënë, më e ti. Pa, 2 fustanet edhe atë jeshile. Të janë të goshtë. Po të Zara. Është kjo. Se janë veste yfën të Zara e karamajtë Po. nga dytë. Shifin një zot si karamele. Shifin një qanë ngjyrash. Ja, është kostumi kështu do me thënë. Kjo ishte 22 euro më duket. Dhe materiali është 22 euro. A thu se Ma pëshi për qik bluzën? bluzja është 13 euro. Kjo është 9 euro. Do me thënë që jetë... Si shumë. Po copa shumë e mirë. Pam- Fiksit që e do ngoca. Një kështu, tip kostume që vetëm një herë dhe bitë më u vesh, ishte me tip breshkas me fun edhe me kanatiere, 40 euro. 20 euro. Do të me e marrë kjo, po se la shumë. Kjo u bo gati me e pagujt, unë se lash. Ishte më është 20 euro ajo. Nuk traktojnë Kaq copë. Kjo është KHM-ja. Tash i KHM-ja unë gjej gjona, se ju thash, domethënë gjona, edhe më pëlqen më shumë stili i HM-s. Ja, mora këto
pantallona. Janë kështu bardhëzi që janë të kombinueshme me çdo gjë. Copë shumë e lehtë edhe kjo. Si një zebrë e vërtet. Shoh sa kanë bërë këto? Këto kanë bërë 15 euro. I ka çmimit çik më të mira ama ja. 15 euro. E kanë bërë Zarën. Për zotin, për merimin tim kota kanë bërë Zarën. Nuk e di. Çfarë ta krahasoj? Nuk e di. Kanë bërë Zarën si Armani. Edhe Armani këtu që nga që pashi para atere 300 euro, avash e burr, avash. 300 euro. 300 euro më ka marrë edhe dolçe. Pak ka shumë i njëjti stil edhe ky, po me dizenje pak më timët dhe me copë shumë të mirë. Dhe edhe është me blu, po. Këto i mora 15 edhe këto. Unë kam marrë këto fiksime dhe jetës time. Të bluzët që janë. Shi, është pak a shumë si kjo. njëjti dizenje si kjo. Unë kam shumë qef të. Kjo është më mang gjata që kam tani. Kurse për veri vesh të me fustane, me funde, me palloma. Po. Kjo ishte 8 euro. 8 euro halal? 8 euro shumë mirë. Dhe kam si kjo një me viza që kam blepo dhe almera. Po. Kam marrë, pas kam marrë unë të? Po përposha prapë i palzeza kështu se, po nuk si kisha më. Kam marrë këto, që ti veshësh me çdo gjë, domethënë, kur për to të kombinosh, sa të mirë i ke gati, 15 euro. 15 euro ishin përgjithësi pantallona. Sa kam marrë? Ha mi kesi. Pos morë në leopard kjo, pos morë në tigër në kështu, në lloj kafshe. Marrë për pritet e kafshë. Ah, që ka e bukur kjo. E veshën pantallona të zeza, pantallona të bardha, është me kopsa këtu. Se nuk duket nga këto. Që ka klas fare. Kjo ishte 13. Ja vlen. Ja vlen. Jo, me çimet e mësë jam më Kam marrë dhe një kështu bluzë të shkurtër që ta vesh me çfarë. Duhet gjithmonë. Se na bjen barku tani kemi vazhdu duke vesh gjërat e ngushta, gjërat e shkurtra. Ishte i bukur ishte ky. Si karamel. Ua, si çeka kështu me bel. Sa i bukur. Pse s'ma tregove ti mua, kishe masa? Ti po më nxje jetën mu. Kjo nga 30 euro, pse më pas kam marrë 18 euro, se më than drejtën si kam pa çmimet fare, këtu isha me vrap. Thjesht po mesha çapo më Ta marrë pëlqente. një si kjo gjë se ikim te rama. Shumë e bukur. Edhe copa shumë e mirë. Po. Pak e trashën pra. Po vjen edhe vesh darkave. Sa bukur ishin trup këto, se ti si provove i more direkt, unë i provova. Ka marrë unë i pak kështu. O, sa të bukura. Di si rishin. Perfekt. Copa shumë e mirë. Në fakt, këto më duket se janë për shtëpi, për gjumë. Po që unë vesh për të Nëse zakonisht lexon këtu prit, lexon ku janë për gjumë. Shkon që janë bizhame. Jo me motra, ja, ke dhe shqip, a lë pantallona, thot. Sot as bizhamës si jo, po jo me se ishim ke zona e roba jo normale në roba. Si vjen këte? Ah, sa e bukur dhe kjo. Kishte shumë bukur dekolten, pra ne e mora. Nuk është që e kam provu, po thjesht shumë duket që këtu që është e bukur dekolteja. Edhe një palë kështu gjëra personale. Se më thanë drejtën mu këto të hummus, më pëlqejnë shumë. Më shumë se ke ato intimot këto që kam marrë, janë shumë komode. Edhe patela pasi gjë. Ja dhe pak. Edhe një çik. Ja si të kesit i kam marrë Ja, dhe unë, këtu janë. original. Edhe ka ndryshesa. Edhe ma dhe i bluzet tjerë zez me i kombinu. Bëse ma i lojtë. Bëse si imi është. Jo. Ora unë të mëje, përveç aty në që u tregova. Edhe ata ka marrë dhe të bërshë. Unë po kam edhe këto. Shapka. Se unë jam njëri që qoftë se nuk i kam shapkat ose sandalet që super të leta, nuk i vesh fare. Dhe këto ishin modeli më i leti mundshëm. Nuk peshojnë fare, thjeshta, kombinueshme. Këto e morat e beshka, sa i mua këtu? 28 euro kam Meja bërë vasë ti. Se vasë tua janë pak, ti që mora unë për rrugë. Unë kam gjetë për çunë një nga kostumet më të bukura në botë. A isha më me bukur botat banë. Janë fix ato kostumet që ndalin nëpër internet. Super verore. Si në periudhën e GTA Vice City-t. Ka këto për kështu pak si të qepur, po jo, por të qenë është model shumë, do të thënë është top shumë e butë, është shumë e bukur. Dhe kjo boni 30 euro seti. Po, set do me thënë, ja bon halal. Edhe i kombinova me këto sandalet. Këto bon 20 euro më duket. Ta rumbulla kosi. Po, 20 euro. 50 gjyja këto. Të marrë dhe këto balonat? Tashi, jo përgjithësi, po në ferma kam këtu, të tregoj. Mora dhe gjithë pak dhe qipeta, bara dhe gri.
Këto janë gocës. Ti ke marrë pak maja, po rritet për ditë ajo. Sa i kam marrë? Pak si 6. 4 deri në 6? 4 deri në 6. Se ngre mamë ditë si e pas, ka bërë bërë. Sa ke marrë këto? 13, 3 pak. I ka marrë... Ka marrë. Ai, çka ke marrë? Ka marrë dhe këto badit. Që janë me kopsa për kështu, dhe me këto nga koka. Janë të rehatshme. 2 copë. 2 copë. Po këto? 10 euro. Po. Edhe që më të jari shumë mirë. Në fakt edhe thamë ne si në rritën gjithë Olex, pas ke marrë pas ja. S'kemi bushur. Pas e marrë Po, shi 10 euro kjo misali pas ka bërë kostumë. Edhe pizza ka, po, ka prapa ne. Edhe këte. 10 euro kjo lirë fare. Më ka dhënë të sikur pra. E gjetez ato. Ca qërapë për vetën time. O, di pita të 5 euro këto 5 qërapë. Këto tupinat për verë të shkurtra, 3 palë, me ngjyra ndryshme dhe me zemra. Shumë buka dhe këto. Këto bon, Oma, këto bon 20 euro. një qik foni. 20 euro. No? 20 euro këto të treja. Po. Dhe ëmbëlsira për në fund, kjo mrekullia, Që prap dalim ke mami që vdes për prindët e kamshëve. është nuk e di do me thënë qa është kjo. 20 euro për t'ja vesh. Shumë gjë e bukur, shumë gjë e bukur. Kjo kishte edhe pucët e veta që i kombinonte. E po ishin tip atletë. Edhe nuk më pëlqen ti vesh gocës. Kamila thot ja. Unë kam thënë që është e vërtetuar që vitin e parë nuk duhet me i vesh fëmijëve. Do marri orë kjo. E mora një orë. Se unë jam njëri besoj se e keni parë re që nuk marr fare orë. Kam një orë Floriri që më ka pas bler mami dhe motra për 25 vjetor më duket. Edhe nuk e kam vënë po fursa asnjëherë. Kur? Për një rast kështu. Dhe thash po marr një për përdita. Rre nuk e ka vënë për asnjë rast. E kam mami për një rast se kam dhe me Për foto. një dasëm. Dhe thash po marr një kështu të thjesht, fine, që ta kem kështu për E po për si përdita. Rolex-mi me jeshile mërë. Të shikoj shofën. Dhe pas ka dhe një rë këtu mren. Mos është Rolex ti. Oh, Po që kartën ai. o di fute kartën. Fute kartën. Kjo që gjëra vetëm që mora kjo parfua. Tani ke Stradivarius. Nga marrë këte, për ato sandalet e aksave që kam ble, që janë si janë Janë kanë ngjyrë. këtë ngjyrë. Po, kanë këtë ngjyrë. Që është si model pak polo. 13 euro. Kjo? Shumë top e mirë. Se kam provu fare, se kam provu. Unë për shumë të Stradivarius që nuk pina fare, unë kam prit jashtë, se më lipshin shumë kamët. Një fund. Ma e qik të mos Ky funi që ka si funa që ka pas mami, që si para 30 vjetësh. Dhe e kam kombinu me këtë. Kishte edhe bluzën e vet kjo, po unë nuk doja. Kam kombinu me këtë. Sa e bukur është. Dhe si kjo ai shumë pëlqeu, marrë një bar. Funi pas ka bën 23 euro. E kush pa çmë. Mos harro t'rregove edhe çmimet këtu, se 18 njerëzit vjet pas çmimet ka nuk bë këto. Ja, kam marrë dhe një bar. 18 nisi kjo? Po. Shumë pas ka marrë këtë. Sa e bukur 18 është. një- Këtë bartën e ka marrë lëja, këtë e ka marrë mëja. Se thash, Nuk s'kisha i nevojë di, të provoja e nuk e di se si do. Gjithsesi të s'prishin punë, se thjesht do të lirohet çik Po. tani kam shumë gjokse. Kaq. Finita. Tani ne do ikim prapë edhe sot, se kemi, më tham, kemi lanë një 2 vene, 2-3 vene papa, 2-3 dyqane. Kishë marrë për kalamajt, na? Po, edhe do hajmë dhe drekën dhe do nisim pastaj për të shtëpia jone. Sa ton ti ma atend. O zoti va. Shivemi tani gjatë ditës. Ne pafshim. Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët një vlog të ri. Sot është e diel dhe mendova ta hap sot vlogun e ri sepse gjithmonë të dielave diçka e bëjmë, nuk është se rrim në shtëpi. Pavarësisht se ora po shkon gati 11 dhe unë jam çuçën 7:30 mëngjesit dhe deri tani me shtëpinë po merja, më saktë me rrobat që solla nga Kosova, rrobat që bleva. Dhe po mundohem të heq pak rroba të trasha dimri,
që t'i zëvendësoj me pranvere, me vere, sepse koha është fantastike. Këtu në Durrës domos sot që ka verë dhe më hype ajo dëshira për t'i heq rrobat e trasha. Po tani do dal, u lyva pak siç e shihni, kam bëj çik make-up të thjesht, kapa flokët, se i kisha jo shumë mirë, se zakonisht kam qef t'i maj flokët e lëshume, po që e detyrume sot se nuk po mrinin mirë, dhe kam vesh dhe çunin, dhe tani për pak do zbres të dal. Me shumë mundësi do iki te mami dhe babi, pi një kafe me ato, pastaj mund dal me Lori, me çunin dhe varet se me kë do bëhemi tjetër. Po si fillim doja t'ju tregoja pak këtë orën që bleva dje e kam bler në fakt në Kosovë. Ja u tregova pak a shumë aty te klipi që kam regjistru. Është shumë e bukur, është shumë fine, sepse unë jam tip që nuk më pëlqejnë orat, nuk është se nuk më pëlqejnë, por nuk e maj dot se më bezdisin, po kjo që ka shumë e lehtë. E bleva jashtë masë e lirë, nga 68 euro më duket që ishte, e mora 38 euro sepse ishte me super ulje, me gjysmë çmimi domethënë, dhe më pëlqeu shumë. Ajo goca më tha që është material fantastik, nuk e di sepse po më rëshkis ka telefonin. Është material fantastik, tha, mund t'lash durët, mund bësh çdo gjë me këtë përveç se të futesh në det thellë domethënë. Po që unë po e majta këte, më shumë se një javë, 2 javë, nuk e di domethënë. Por që ka goxha e lehtë. Tani do lyhem pak me parfum, do rregulloj çantën, do vesh kpucët, edhe kpucët e çunit do zbres. Dhe do shohim çfarë do bëjmë gjatë ditës. Por nuk do iki pa ju tregu një blerje, që unë do ta quaj super blerje me thënë drejtën, se i kam bler shumë lirë dhe janë shumë të bukura. Një set me gota. Kur po vinin për në Shqipëri, nga Prishtina për Durrës domethënë, ndalumi çik në Prizren tek ETC-ja. Dhe kalova në një zonë që më para kam pas kalu shumë, tek zona e qelqurinave, gjonave për shtëpi domethënë. Dhe tu kalu aty, se në fakt do merrte mami gota për lokalin, se janë shumë të tjera dhe të mira. Unë tu prit mamën aty, shoh këtë setin, këtë super setin, që ju betohem do e merra gjithsesi, se unë jam tip që s'para i shoh shumë çmime dhe ky është gabim i madh, po unë do e merra si do t'ishte. Dhe në momentin që e marr, e shoh, e tregoj te mamit, më kap syri çmimin. Këto ishin 6 euro, 4 gota, një set me 4 gota, kaq të bukura, kaq, nuk e di, janë shumë, këto modelet abstrakte janë dhe shumë në mod tani, shihni sa të bukura, ngjyra shumë e bukur, dhe forma gjithashtu. Këto mund përdoren për limonata, për pije, po dhe për ujë, sepse nuk është se kanë atë pamjen tipike vetëm për pije. Dhe u habita, ju betohem, u habita kur e pash ishin 6 euro, kështu që shkoni tek ETC-ja, kudo që të rastisni, dhe merrini, sepse përveç se janë shumë të bukura, janë dhe material shumë i mirë. Sepse po t'i keni në dorë kuptoni se sa kvaliteti mirë është. Dhe bona gabim që nuk mora dhe një set tjetër, që të bëja 8 copë, po kam vetëm 4. Nëse mjafton që edhe këto i mora, unë bleva dhe gjëra tjera tek ETC-ja me thënë drejtën, po janë kështu budalliqe për të kep, për shtëpi e për kështu, po këto doja patjetër t'ja u tregoja, sepse nëse rastisni merrini, nëse ju pëlqejnë.